Zgjedhjet janë një ritual që përsëritën çdo 4 vjet, por vota në Shqipëri rrallë shihet si zëri i lirë i qytetarëve që vendosin për të ardhmen. Shitblerja e votës është kthyer në një plagë të përhershme që ndot procesin zgjedhor dhe ushqen mosbesimin në demokracinë e vendit tonë. Këtë herë, ndryshe nga më parë, vëmendja është përqendruar tek SPAK, që ka premtuar mbrojtjen e integritetit të zgjedhjeve përmes një strukture. Task Forca e ngritur nga SPAK përfshin ekipe në çdo qark që synon të ndalojë krimin zgjedhor, strukturë e ngritur për herë të parë. Hetimet për shitblerjen e votës tashmë ka nisur në disa zona, por suksesi do të matet vetëm nëse këto raste çojnë në ndëshkime reale. SPAK ka nisur 35 procedime nga 115 kallëzime për krime zgjedhore, 8 prej tyre me nisëm nga vetë prokurorët. Një qytetar dëshmoi se ju ofrua pagesë për një foto të votës. Kjo tregon sa lehtë shndërrohet vota në një mall përshitje në Shqipëri. Në zonat rurale, vota e qytetarëve blihet shpesh me ndihma minimale. Kultura e varfërisë dhe e frikës e lehtëson këtë marrëveshje të heshtur. SPAK po përpiqet, por pa ndërgjegjësimin nga ana e qytetarëve, mbrojtja e votës ngelet e brisht. Vota është fuqi, jo një mjet shkëmbimi monetar. 11 maj nuk është vetëm një datë në kalendar, por një provë për çdo qytetar që ende beson se ndryshimi i vendit nis nga një votë e ndershme.